Në fluksin e pacientëve të prekur nga virozat e stinës që i drejtohen urgjencës së Spitalit të Shkodrës, qendrave shëndetësore apo poliklinikës së qytetit, nuk janë të rralla rastet e personave që rezultojnë të infektuar me COVID-19. Shefi i repartit të urgjencës në Spitalin e Shkodrës bën me dije se për të gjitha rastet e dyshuara janë kryer testimet përkatëse dhe disa prej tyre kanë rezultuar pozitiv. Ka shfaqje të rasteve me COVID, të cilat janë diagnostikuar me tampone, por karakteristike të tyre është që përgjithsisht janë raste me klinik më të zbutën, pra nuk janë raste me problematika të rënda. Aty ku janë thjesht me klinikat e virozave, të trajtohen për gjendje febrile të mjekët infeksionist, nëse ka komplikacione pulmonare ose përfshihet edhe komponenti pulmonar. Megjithatë, pavarësisht rasteve të evidentuara me COVID-19, interesimi i qytetarëve për marrjen e vaksinës anti-Covid është thuajse inekzistent, edhe pse ajo ofrohet ende në të gjitha qendrat shëndetësore. Të pas eksperiencën e vitit kaluar, mund të kenë pas një kërkesë rreth 4-5 persona ose 10 persona. Kurse për këtë vit deri në këto momente nuk ka asnjë kërkesë për vaksinën e Covidit, pavarësisht se ne e kemi gjendje dhe jemi të gatshëm të ofrojmë atyre personat të cilët kanë dëshirë të vaksinohen ndaj Covidit. Ndërkohë, vaksina më e kërkuar nga qytetarët në Shkodër mbetet ajo kundër gripit sezonal. Fushata e vaksinimit ka nisur në fillim të kësaj jave dhe deri tani e kanë marrë rreth 1500 persona, shumica të cilëve mbi moshën 60 vjeç.